Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origjina Show. Këtë edicion do e fillojmë me një kronikë televizive rreth promovimit të librit Rrugët e Dhembjes në versionin gjermanisht të autorës Afrodita Jakubaj. Ta ndjekim së bashku. Në dystingën të Gjermanisë u promovua libri Rrugët e Dhembjes i autorës Afrodita Jakubaj. Libri sjell një rrëfim të ndjerë mbi përjetimet personale të autorës dhe familjes së saj gjatë eksodit të luftës së Kosovës, si dhe rrugtimin e tyre drejt ndërtimit të një jete të re në Gjermani. Këto rrugë nuk kanë qenë të lehta për asnjë gjenerat. As për duke filluar nga gjyshet, nonat, po edhe vetë na që i kemë përjetu, edhe jënë të i përjetu edhe shumë nona e nusë të reja edhe në ditët të sotshme. Gjithmonë e kom pas kujtimet e mia, amon tash të e lexu librin, edhe më shumë më kanë kështu kujtimet, mami si e ka emocionet e veta, shikimin e vet në këtë libër si e ka prezantuar, ma ka kujtu kujtimin në atë moment. O kon çaj kujtimi por, libra komplet më kujtohet çdo gjë si e tregon mami. Sot më keni po të kajt, se s'mujta mi nërë krejt emocionet, amo ka shumë momente në libër të i lexue, se më ka shpërthuj vaj, se jë mërzit shumë. Sagte sie, schmerzt aus Liebe. Warum klangen ihren Stimmen eigentlich? Janë konë rrugë të vështira, janë konë rrugë të dhimbshme, janë konë rrugë që ka pas njona si kanë hupe dhe fëmijën e vet gjatë udhëtimit. Përmes këtij libri Jakubaj përcjell sfidat, vështirësitë dhe përpjekjet për integrim, duke kthyer historinë e saj në një dëshmi të fuqishme njerëzore. Ato vujtje, ato përjetime, ato nonat shqiptarë janë heroinat vërteta. Më shkrue ditë e natë, sa do të shkruhet, sa do të folet, unë mendoj se nuk është boll. Dashëm me këtë event, ti tregojmë edhe botës ku jetojmë këtu, që nuk jena ardhur, kena shtetin tonë shumë bukur, e shumë të mirë. Po situatat të cilën ne kemi pas gjatë periudhave, na ka shtyt vim. Edhe libri ju ka kushtua mua se ngjarje, shoqja e cila ka detaju në mënyrë perfekte, është lidhur me nonat, të gjitha nonat shqiptare të cilat kanë vujt me këto udhëtime, me këto. Qysh e kanë gjetë vendin, qysh janë adaptuar në për këto vende. Edhe këta na kanë mirëprit, edhe jemi da të kënaqur mjaft se ju kemi treguar edhe këtyne. Edhe ka të interesuar edhe shumë tjerë si janë lajmëruar që ju ka ardhur keq që s'mundën me marr pjesë, po do ta kenë librin në bibliotekën e tyre. Promovimi u mbajt në një atmosferë të ngrohtë dhe domethënëse, me pjesëmarrjen e të ftuarve kryesisht gjerman nga fusha e arsimit, kulturës dhe jetës shoqërore, veçanërisht miqë dhe mbështetës të familjes Jakubaj në procesin e integrimit. Historia e familjes Jakubaj, sidomos gjatë sopsave të rrëfimit në këtë event promovimi, më emocionoi tej mase dhe më kujtoi historinë e dhimbshme dhe plot sakrifica edhe të familjes sime. Rrugët e dhembjes të kësaj familje me traumat e luftës në për të cilën kanë kaluar për të krijuar hapësirën reale në të cilën gjenden sot, me të vërtet është dramë dhe sfidë në vete. Puna jonë që nga fillimet e ardhjes së tyre në Gjermani e konsiderojmë të suksesshme, pasi sot në këtë promovim njohim jo vetëm dhembjen e tyre, por edhe sakrificën për të ardhur deri tek statusi sociokulturor dhe integrimi i mirë në Gjermani. Shqiptarët dhe traditat e tyre i njoha më nga afër kur takova familjen Jakubaj. Gjithashtu njoha historinë dhe rrugët e tyre për plot vështirësi, për të arritur aty ku janë sot, qytetarë të nderuar të këtij vendi. Natyrisht se më gëzon ky fakt pasi edhe në punën tonë kemi kontribuar për arsimimin e fëmijëve të familjes Jakubaj, të cilët janë një shembull i mirë i integrimit në Gjermani.
Organizimi ka qenë tepër mirë, pse ka qenë tepër mirë, se është një farë organizimi si nuk bëhet për ditë, për mua pjesëmarrës i kësaj eventit, ka qenë tepër mirë, jam shumë krenar si Aferdita, si autorja e ka firmu këtë libër, edhe është pjesëmarrje e kësaj librës. Nuk është një libër si e lexon, e ka lexu dikush, e ka shkruar dikush, por kur ti je pjesëmarrës të librës, ka edhe shumë emocione. Për shkak edhe shumë tepër mirë dhe ka është libër e prekse, kurse e din se vetë se çka kanë jetuar deri kanë ardhur në këtë situatën ku janë sot. Rrugët e dhembjes është botimi i dytë i autores dhe tashmë vjen i përkthyer edhe në gjermanisht pas botimit të parë në Kosovë në gjuhën shqipe. Rikthehemi në studio të dashur teleshikues dhe është kënaqësi që do t'ju sjell dy personazhe. Në fakt është çifti bashkëshortor, do thoya i mrekullueshëm, të cilët kanë një mision këtu në Gjermani. Përveç integrimit të tyre dhe të familjes së tyre, sepse janë mërdhimtar të ri, ata japin kontributin e tyre në sferën profesionale. Janë të dy arsimdhënës dhe të dy janë themelues në të njëjtën kohë të shkollës Naim Frashëri në Shëndorf. Kam kënaqësinë të prezantoj përpara jush Shkurte Krasniqin dhe Driton Krasniqin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën, është kënaqësia jona me marr pjesë në këtë edicion. Gjithashtu përshëndetje nga ana ime. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të marrim pjesë në këtë studio, përgëzojmë për këtë iniciativë dhe këtë hapësirë që na krijoni neve që kemi marrë këtë iniciativë për hapjen e shkollës shqipe. Faleminderit shumë. Atëherë, Shkurta, ishte kënaqësia jona që morëm pjesë në një aktivitet ku ju e bët në Shfebi Shmund, apo jo, dhe atje ishit së bashku edhe me shkollën? Ardhmëria në Shfebi Shmund. Po. Me mësuese e Gzonën dhe... Aty pam një program artistik për nder të festës së pavarësisë së Kosovës. Po. Pam shumë fëmijë të përgatitur shumë bukur nga ana juaj, me këngë, valle, recitime. Sa është satisfakcion për juve si arsimdhënëse e ardhurisht ashtu në Gjermani që të jepni këtë kontribut për fëmijët e mërgjimtarëve tanë? Tu e pas parasysh që ne kemi punu edhe gjatë edhe në Kosovë, unë kam punu afërsisht 8 vjetë. Ndjenja që kemi arrit këtu me themelu shkollën edhe me kriju një ambient ku gjithë fëmijët e komunitetit shqiptar mund të flasin shqip, është sinqerisht ndjenje veçantë. Si erdhi deri tek themelimi i shkollës Naim Frashëri? Ne jemi prind të 3 fëmijëve dhe fakti që shumë shpejt fëmijët arritën me kap gjermanishtën edhe me fol, integrimi në shkolla në qirë dhe e band vetën. Tu e pa që në shumë qytete tjera kishte shkolla shqipe, e bisedu me Dritonin dhe erdhëm deri aja me bë kërkesën edhe në konsulatën e Kosovës. Gjetët përkrahje? Po. Përkrahja ishte, mikpritja ishte shumë e madhe prej gjithë stafit kur kemi hyrë në konsulatën e Kosovës, veçanërisht zotri Hamdiut, shpresa ishin aty që na mirëpritën, edhe përkrahja morale është e veçantë. Më trego si nis një ditë aktiviteti me nxënësit e shkollës Naim Frashëri. Ju organizoni kryesisht mësimdhënien të premteve, apo jo? Po, mësimin bëhat të premteve, në kontratë aty në marrëveshje shkruan nga ora 15:30, mirë po çdo herë jemi në ora 15 aty edhe shumica fëmijëve vinë para kohet, themi ashtu. Janë entuziast? Po. Të përkushtuar? Deri tash është shumë mirë, po shkon shumë mirë, është e kushtëzuar që gjatë atyre minutave të flitet vetëm në gjuhën shqipe. Ka filluar edhe shoqërimi, se na kemi filluar me 28 nëntor, ka filluar edhe shoqëria mes fëmijëve të rritët, ta kenë atë ndjenjen të ulëm me këtë shoqe ose me atë shoqe se jemi në shkollë shqipe. Është ndjenje veçantë. Ju zhvillimin e orëve të mësimit i bëni në kuadër të një shkolle. Klasën e keni në shkollën në Shëndorfit, apo jo? Jemi në shkollën Shëndorf, është gjimnazi i Shëndorfit, Burg Gymnasium. Edhe pse jemi në emision, i falenderojmë për bashkëpunimin edhe hapësirën që na i ka dhënë. Klasa është mjaft e madhe, puna zhvillohet shumë normal, është klasë e madhe, edhe na jemi nxënës
grupi madh 26 nxënës, 27 aty, edhe është shumë mirë. Po dhe fëmijët për të ardhur aty besoj se bëjnë ca kilometra, nuk janë të gjithë afër shkollës. Jo, nuk janë të gjithë afër. Si shkon organizimi i ardhjes së tyre? Shumica vinë, se tash i kemi nivelet prej 6 vjetë, do thotë ku fillojnë me abetare, shumica vinë edhe bashkë me prind, ka një falenderim të veçantë sa që takohemi, kemi një përkrahje shumë të madhe për i prindërve, i falenderojmë që na përkrahin kaq shumë edhe në programet që kemi arrit mi bo e gjitha. Mirë po, ata që ka janë më të vegjël kuptohet që vinë me prind, këta që ka janë më të rritur normal që vinë vetë edhe shumica janë pjesë dhe asaj shkolle, është ndjenje veçantë. Për dallim nga procesi mësimdhënies në Kosovë, ku keni qenë më tepër se 8 vite, këtu me fëmijët e mërgjimtarëve, çfarë ka specifike në mënyrën e mësimdhënies? Ka disiplinë më tepër apo ka dashuri më tepër? Na trego. Të jem me sinqert, në Kosovë kuptohet që ka qenë çdo ditë mësimi ka qenë i rregullt, kemi qenë 5 ditë javë në shkollë. Mirë po, tu e pas parasysh si komunitet na jena shumë atë dhe dashës. Na veçon kjo si komunitet, është aja ndjenja që me mësu në gjuhën shqipe, me fol gjuhën shqipe, me recitu në gjuhën shqipe, dhe kjo na ban ma atë dhe dashës në këtë aspekt. Ju, së bashku me drejtonin i keni ndarë këto 26 nxënësit në 2 grupe, apo jo? Po. Ti je me fillestarët, me grupin e parë? Drejtoni punon me grupin e parë, me abetare, ndërsa unë punoj me nivelin e parë. Të niveli parë, po ashtu shkohet në radhitjen e shkronjave, për momentin mirë po grupi i nivelit parë është ai nivel që fëmija e flasin Shqipën edhe shkruajnë bukur, shkruajnë fjalët bukur. Nuk më i me thonë edhe me ato gabimet e mdhaja, mirë po arrin me shkru bashkëbisedimet, janë më të zgjatura me ta, përsëritja e njësive, punimi i do të tema që ishte tash së fundmi e 7 marsit, punimet që kanë arrit mi bë, përsëritjen kur e kemi bë ka qenë shumë e veçantë, se kishin bajt mend shkollën e parë, mësuesit e parë, e kanë atë ndjenjen që vinë me shumë dashuri, janë gjithmonë në klasë. Mungojnë shumë pak, është e veçantë se e ndjekin çdo të premte janë aty shumica. Dhe për ata të cilët janë më pak të avancuar, çfarë metodologjish keni në raport me ta? Më shumë shkohet do të thotë përmes abetarës, përmes shkronjave, shkohet që në atë shkronjë t'i gjejmë se sa fjalë dim në gjuhën shqipe nga ajo shkronjë. Edhe secili fëmijë fillon të mendoj se cilat fjalë i din, edhe nëse s'fillon me atë shkronjën, atëherë thot një fjalë që në atë fjalë gjendet shkronja dhe e ndjen veten krenar kur e thot ata. Do thotë punohet, pastaj me flet, me kopje, me diçka jashtë asaj, na me ndonjë lojë që lidhet edhe me atë shkronjë ose diçka me ju përshtatë edhe me rrit atmosferën klasë. E ndjen këtë zhvillim prindërit? Si e reflektojnë ato në raport me juve? Po, sinqerisht më thonë që edhe kur takohemi qoftë te dera ose më ndodh edhe në qytet, gjithmonë na falenderojnë për punën që e bajnë, na përkrahin shumë. E ndjejnë ka prind që ka ardhur, ka thonë jam shumë i kënaqur se djali jam tash fol me babën tem në Kosovë në gjuhën shqipe, ka fillu me fol, ka prind që e ndjejnë atë krenarin, qoftë esen kur e ka lexu ose një vjersh kur e ka thonë në program, e ndjejnë prind edhe gjithmonë janë falenderos, edhe na i falenderojmë për përkrahjen që na japin vazhdimisht. Kanë qenë prej ditës parë kur e kemi bën hapjen lajmërimin, prind kanë qenë aty. Shumë bukur. Më intereson të di prapë në marrëdhënie me fëmijët në procesin edukativ arsimor, llojshmëria e informacionit që ju përçoni të to, para përgatitja edhe për evente të ndryshme me këngë, recitime, më tepër ngjan një shkolle artistike. Po tash atë kohë që e kemi duhet ta ndajmë. Duhet të ja përshtatemi asaj çka na dëshirojmë. Tash na kishim rastin të përgatitemi vetëm për festën e 17 shkurtit. Në hapjen e shkollës kemi pas një vallëzim dhe 2 recitime, ata që kanë mujt me shpreh me thonë. Mirë po, tash në përgatitjet e 17 shkurtit,
duhet ja përshtatme. Do thotë ora parë ka qenë zhvillim, pak përsëritje, pastaj edhe recitimet e bajnë vetën se gjatë gjithë kohës flitet shqip, edhe kjo është aja që është ai qëllimi ynë që fëmijët të arrisin të flasin edhe të shkruajnë. Mirë po, sa i përket shkrimit normal që duhet pak ma tepër kohë, ti përfundojmë shkruajnjat e kështu. Mirë po, duhet ja përshtatim, do thotë disa minuta recitimi, disa minuta vallëzimit. Bravo. Më intereson gjatë javës, përtej të premtës, si është kontakti juaj me familjarët e tyre? Keni ju iniciativa që ti kontaktoni, që ata të korrigjojnë, për shembull, për të përmirësuar ndoshta edhe procesin e tyre edukative arsimor, apo vetë ata interesohen? Ka prind për çdo rast që lajmërohen. Okej. Interesohen, lajmërohen, po e kemi grupin që bashkëpunojmë grupin e WhatsAppit. Na jemi komunitet shqiptare dhe njim vetin kështu të lidhun, edhe ashtu jemi të gatshëm, transparent, jemi të gatshëm edhe për kafe nëse takohemi ose shihemi. Ndodhen kësi gjëra. Po, njihemi, takohemi, përshëndetemi çdo herë kur na takojnë, përmes WhatsAppit shkon gjithçka, edhe me print edhe me grupin e vallëzimit që e kishim te ushtrimet e këngës e këto, edhe punimet që i bajmë gjatë orës, gjithçka e përcjellit e prind se di që presin me padurim. Këto grupet në WhatsApp i ngjasojnë një mbledhje të vazhdueshme online, ku secili është shef në një farë mënyrë edhe pikpamjet apo kërkesat apo shqetësimet e dikujt tjetër i referohet edhe kështu që mund t'i ndihmojnë. Edhe në rast që po është festa e Bajramit ose diçka, gjithçka diskutohet, edhe organizimi rreth festës 17 shkurtit në Shfabish Gmend, e kemi edhe këshillin e prindërve, që është prej rastin me i përshëndet, janë dy zonja që na ndihmojnë në këtë aspekt, zonja Emine Mehmeti dhe Sherie Thaçi. Të dyat na kanë ndihmu përmes WhatsAppit, kush çka mundet me bë, kush e merr këtë përgjegjësi, kush atë, do të funksionon shumë mirë. Pra është edhe gatishmëria e prindërve që t'ju stimulojnë në një farë mënyrë edhe në rrugtimin tuaj që ka edhe specifika apo jo. Bukur. Atëherë do kalojmë tek një hapësirë publicitare dhe pastaj do kalojmë bisedën me të ftuarin tjetër, Drejton Krasniqi.
Rikthehemi në studio të dashur teleshikues. Kam të ftuar këtu nga shkolla Naim Frashëri, pra çiftin e mrekullueshëm Driton Krasniqi dhe Shkurta Krasniqi. Driton, më intereson të di tek momenti i marrjes pozitive të kërkesës suaj për themelimin e shkollës shqipe Naim Frashëri në Shëndorf. Si u ndjet në ato momente? Në ato momente u ndjem shumë të privilegjuar, të kënaqur, pasi që ishte jashtëzakonisht një sakrificë shumë e madhe për hapjen e shkollës shqipe, tu e përgatit për një fest jashtëzakonisht të madhe të 28 nëntorit. Dëshira jonë ishte që me 28 nëntor të bëhet hapja e shkollës shqipe, ashtu ishte edhe synimi jonë. Kështu që më të vërtet kur nuk kumtu lajmi që është pranu kërkesa dhe mund të filloj me shkollën shqipe me 28 nëntor, kështu që ishte jashtëzakonisht një ndjenjë e veçantë. Ju jeni të parët në fakt që bët këtë hap për themelimin e një shkolle në këtë qytet, apo jo? Po, ne ishim të parët, edhe pse jemi të ri të ardhur në Gjermani realisht, kështu që jemi të parët që kemi marrë këtë iniciativë, kemi gjetë mbështetjen e komunitetit shqiptar që jetojnë në Shëndorf dhe në rrethin, kështu që na kanë përkrahur jashtëzakonisht shumë, edhe jemi të kënaqur, kështu që po vazhdojmë me dhanë kontributin tonë për këtë iniciativë, më thanë që ka një rëndësi jashtëzakonisht e madhe për komunitetin shqiptar në gjithësi. Si u ndjet pas një disa viteve pauzë nga profili juaj për të hequr nga kostumi i një mësimdhënësi në Kosovë dhe pastaj rimarrja përsëri në duart një regjistri tash në rrethana krejt të tjera? Ishte një ndjenjë jashtëzakonisht e madhe, sepse të kthehesh me një vend në mërgim dhe të kontribuosh jashtëzakonisht shumë për komunitetin shqiptar dhe të japish një kontribut për identitetin dhe prejardhjen e prindëve tanë dhe të ju interpretojsh fëmijëve, dhe më thënë është një ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë dhe ndjenjë e madhe. Kështu që për mu ka qenë dhe është një ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë dhe kemi marrë një mision që besoj që do t'ja dalim dhe do të shkojmë përpara. Bravo, je lumt. Faleminderit. Si e vendoset emrin e kësaj shkolle? Ka ndonjë domethënie personale apo thjesht kombëtare? Naim Frashëri. Megjithëse që emri Naim Frashëri është emër shumë i madh. Absolutisht. Absolutisht normal. Mirë, po edhe ne pasi që kemi qenë në shkollën në Kosovë, kemi qenë të punësuar në shkollë të komunën e Ravecit në Drenac, realisht shkolla jo ku kam punuar unë me gjithë të shoqen time, realisht ka pas emrin në vëllezërit Frashëri, dhe të ju bazu në atë pjesë, kemi marrë njërin prej 3 poetëve jashtëzakonisht të madh të renomes, kombëtare po them, kështu që kemi vendos me elan emrin shkolla Naim Frashëri. Cili ka qenë urimi më i bukur nga ndonjë kolega apo kolege nga Kosova ku kanë parë arritjen tuaj, themelimin e shkollës Naim Frashëri këtu në Gjermani? Urimi ka qenë jashtëzakonisht nga shumica e kolegeve që e kanë dëgjuar dhe na kanë përgëzuar për emrin që kemi marrë realisht njërin prej 3 poetëve dhe kështu që na kanë përgëzuar për sukseset dhe arritjet që do të mundohem të arrijmë vazhdimisht shumë. Natyrisht se ka sfida, ka specifika të ndryshme, organizimi i këtyre nxënësve, i procesit arsimor, e kishit vështirë në fillim? Megjithëse që vërtet është vështirë këtu të marrësh një iniciativë, mirë po kemi gjetë përkrahje jashtëzakonisht të madhe nga ana e prindëve dhe duke marrë përkrahjen e madhe nga ana e prindëve, komunitetit në gjithësi shqiptar, kështu që na kanë lehtësuar atë thjesht përgjithësi ose na kanë lehtësuar ato vështirësi që kemi pasur për me vazhdu, domethënë me tutje për me kontribu në këtë shkollë ose këtë më mirë me thonë këtë organizim të mësimit plotësues ose shtues të gjuhës shqipe. Kush ju financon? Realisht përkraja e prindëve është më së tepërmi, financimi nuk ka, është çështje simbolike realisht, mirë po përkraja nuk mungon edhe nga ana e Konsulatës së Republikës Kosovës, nga ana administrative është çështja e librave, është kërkesat që janë bë, që është promovu kërkesa, që na kanë dhënë shkollën realisht. Që përfitojnë direkt nxënësit. Nxënësit. Mirë, po ne si mësimdhënës, domethënë nuk kemi
një shumë, dhe me thënë jashtëzakonisht të caktuar. Jo, të caktuar nuk kemi, kështu që natyrisht se kjo është një barierë, por ju për momentin kjo barierë është e papërfillshme, edhe pse ju jeni emigrantë si gjithë emigrantët e tjerë, apo ja? Normal jemi emigrantë si emigrantët e tjerë, mirë po duke u nisur prej atij profesioni që ne me të vërtet e dojmë, realisht edhe kemi menduar me dhanë këtë kontribut ose këtë provojë që e kemi edhe mos me i lënë fëmijët tanë në mërgim, dhe më thënë komplet të asimilohen, të harrojnë realisht, të harrojnë identitetin e tyre kombëtar, prej ardhen e prindive ose gjyshit e tyre, duke parë jashtëzakonisht shumë fëmijë që kemi, që po harrojnë gjuhën realisht shqipe, kështu që kjo na ka bërë jashtëzakonisht shumë për me marrë këtë iniciativë dhe me hapë këtë shkollë, besoj që kemi përkrajën dhe jemi në rrugë të duhur. Unë natyrisht konsideroj se nuk duhet të ekzistojë vetëm një frymë adhetare e pishtarëve të arsimit që të kontribojnë në mësimdhënien në mënyrë vullnetare për fëmijët e mërgjimtarëve tanë, të cilët natyrisht e meritojnë një gjë të tillë, edhe të sponsorizuar apo nga një investim shtetëror nga Republika e Kosovës apo edhe Republika e Shqipërisë, sepse tani kemi 2 shtete, apo jo drejton? Ashtu. Edhe nuk do të ndjejmë ne veten përsëri jetim me 2 shtete. Kështu deshta me citu ose me cek, realisht nuk është vetëm komuniteti i Kosovës që vijojnë mësimin nxënës, po kemi edhe prej Shqipërisë. Pra kemi nga gjitha trevat. Gjitha trevat shqiptare, vinë fëmijët aty, mirë po në të ardhmen, po shpresojmë që nga konsulata e Shqipërisë dhe Kosovës në bashkëpunim, dhe më thënë të vinë disa mundësi ose disa financa për mësimdhënës që realisht absorbojnë ose akceptojnë, dhe më thënë, dijen të nxënësit. Natyrisht se kjo duhet të merret iniciativë direkt nga Prishtina dhe Tirana zyrtare për të gjitha këto iniciativa të mrekullueshme që çojnë në mos asimilimin e brezave të cilët lindin këtu dhe Kosovën apo Shqipërinë e kanë dhëunet të parëve, nuk e kanë dhe lidhjen e tyre. Dhe të vasjellësh Kosovën dhe Shqipërinë nëpërmjet jush, duke ju nëpërmjet proceseve arsimore në fakt është një punë shumë e shenjtë. Dhe natyrisht se kjo duhet të stimulohet, duhet të përforcohet edhe më tutje, dhe statusi juaj duhet jetë tamam ashtu si duhet kredibil. Po shpresojmë, ashtu i kemi edhe disa premtime prej konsulatës e Republikës Kosovës që në të ardhmen po mundohen me disa kërkesa që i kanë me bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës edhe të Arsimit në Stuttgart, kështu e kemi të paktën prej konsulit të Republikës Kosovës në të ardhmen që do të mundohen të shtinë si mësim plotësues me ligj në shkollat gjermane, kështu që edhe aty do të jetë, domethënë, direkt financimi nga, domethënë, shteti gjerman, ku në bashkëpunim me konsulatën e Republikës Kosovës edhe të jetë një pagesë siç e kanë disa republika apo disa shtete të tjera. Uroj të bëhet një gjë e tillë sa më shpejt. Faleminderit. Gjithsesi unë po e shoh në entuziazmin dhe energjinë tuaj që kjo nuk është ndonjë barierë, përkundrazi, ju bëni një përkushtim të madh. Ajo që dëshiroj të di është në fakt edhe gatishmëria juaj për të bashkëpunuar edhe me arsimtarë të tjerë të mëparshëm këtu në Gjermani. Sa keni patur rast të kontaktoni, t'ju kontaktojnë, t'ju njohin? Ne kemi pasur rast të kontaktojmë edhe pse jemi realisht e ceka, ma herët ka qenë hapja e parë e shkollës shqipe me 28 nëntor, është një kohë shumë e shkurt, edhe çështja që nuk kemi pas mundësi të njohemi shumë realisht me mësimdhënës që i kanë në shtetet e ndryshme të Baden-Württembergit, mirë po kemi kontakte me shkollën e Shvabishmyndit, që kemi pas edhe një program të shfaqur, kemi kontakte me 7 mars, kemi pas një darkë të organizuar nga Konsulata e Republikës Kosovës, aty kemi pas rastin të njihemi me të gjithë mësimdhënës në pjesën e Baden-Württembergit, në të gjitha pothuajt qytetet e Stuttgartit, kështu që aty kemi pas rastin. Kështu që kemi kontakt edhe me disa mësimdhënës, duke cituar të Vinindenit që na ka bënë ftesë takimit, kështu që këto janë takimet ose realisht kontaktet që i kemi të parat me këta mësimdhënës. Për te bashkëpunimit me spektrin e
këtyre do thoja mërgjimtarëve tanë arsimtar, sa keni arritur të takoni, të krijoni lidhje, do thoja edhe profesionale, me mësimdhënës gjerman? Për fat keq nuk kemi komunikim me palën gjermane, ende me gjithë që po flasë edhe njëherë që jemi në fazën e parë të hapjes së shkollës shqipe, ende nuk e kemi një vit, po shpresojmë që të ardhmen, të kemi komunikim. Të ketë edhe kështu iniciativa. Po, iniciativë, po e kemi një kontakt të mirë, që na kanë pritur mirë drejtori i shkollës, ku ne e mbajmë realisht shkollën, kështu që kemi një përkraje të mire, na ka kriju një hapësirë të mire, na kanë premtu që edhe një klasë do të na jepet, kështu që nga dal do të arrijmë që me pas një komunikim të mirë edhe me mësimdhënës të Gjermanisë realisht edhe të kemi, pse jo edhe ndoshta një bashkëpunim të ndërmjet dy komunitete shqiptare dhe gjermane. Kështu është synimi dhe përpjekja jonë. Sa ju mungon Kosova? Me të vërtet mungon shumë Kosova, kështu që po mundohem atë që kemi dhënë Kosovë të bëjmë edhe njëherë më shumë këtu në Gjermani. Cila ishte arsyeja që e latë Kosovën? Është një pyetje shumë e vështirë. Me të vërtetë është shumë e vështirë për shkak që nuk kemi arsye të japim që me lënë vendlindjen realisht. Mirë po janë dy arsye për shkak që une si driton nuk e kam pa veten realisht në Kosovë si mësimdhënës. Për shkak të zhvillimeve të ndryshme që janë krijuar, nuk kam pas realisht hapësirën e duar të veprimit, kështu që ka marrë veprimin të lëshoj vendin tim. Megjithëse që nuk është kjo arsye, ndoshta sado që ne flasim, që mundem me dhënë një kontekst tjetër dikush, mirë po ka shumë arsye të tjera, mirë një ndër arsyet është edhe kjo. Ardhja këtu në ditët e para, në javët e para, në muajt e parë, kishit konflikt me vetveten, me dritonin e brendshëm, pse e le Kosovën? Në fillim po, megjithëse që ishte pak e vështirë të dalish komplet me një profesion tjetër që ka marrë në natyrisht për të funksionuar, me të gjithë funksionuar, me gjithë veten, me marrë realisht të bashkëshortën, fëmijët këtu në Mërgim. Për të nisur një jetë e re, nisë një jetë e re, mu integru realisht me kulturën gjermane këtu, mirë po megjithatë unë e kam vendosur, domethënë me një bindje, kështu që e kam synimin dhe po nga dal po e realizoj ëndrat dhe nuk jem, domethënë në atë pjesën e me folë realisht gjuhën popullore, pishman që jam largu prej vendit këtu, për arsye që po kontriboj prap në komunitetin shqiptar, domethënë edhe atë pjesë që e kam provuar, e kam pru prap në Gjermani, po kontriboj për fëmijët tanë, për me u njoh me kulturën, identitetin dhe me ardh puna që mos me harru realisht prejardhjen ose identitetin thjesht kombëtar që ne e kemi. Çdo mërgjimtar që le Kosovën, Shqipërinë apo çdo trev shqiptare, kur vjen në perëndim, faktikisht e ndjen se nuk mund të largohet nga Kosova apo Shqipëria, ka të brendshme, e ka vendlindjen. Ju nuk e ruani vetëm në aspektin shpirtëror, po edhe praktikoni ata, duke krijuar një copë Kosove apo Shqipërie nëpërmjet shkollës Naim Flatsheri. Po, padyshim, sepse ajo na mban neve për me arrit me interpretu edhe të fëmijët tanë që me ndjek rrugën tonë që mos me harru realisht identitetin dhe prejardhjen prej kur kemi ardhur. Edhe pse ne e zhvillojmë jetën në Mërgim, mirë po kur asesi mos me ardh deri te harresa e prejardhjes rrënjët tona ku i kemi. Dhe tani do kalojmë përsëri te një hapësirë publicitare dhe pastaj në pjesën e tretë dhe të fundit bisedës sonë. Të ndjekim.
Vazhdojmë tutje të dashur teleshikues, se nderuar shkurta do kalojmë në një kapitull të fundit të bisedës sonë që e kemi emërtuar nostalgjia. Në fakt ju nuk keni shumë vite këtu, më tha 2-3 vite jeni në Gjermani. Tash i bëjmë 2 vite që kemi. Po gjithsesi besoj se janë të mjaftueshme për të marrë titullin mërgjimtare. Po. Edhe do t'i kthemi pjesës tjetër të veprimtarisë tënde, ke qenë shumë aktive në sferën e arsimit në 2-3 shkolla, apo jo? Të them sinqerisht, na që diplomojmë në Kosovë kemi një farë bagazhi mjaft të madh për me arrit deri te punësimi. Viti i parë ka qenë pak në komunën e Prizrenit dhe pastaj jam kthy në komunën e Rahovecit. Kemi punu së bashku me dritorin në shkollën. Ndjen nostalgji tani këtu nga Gjermania për grupet e kolegëve të për kolegët edhe sinqerisht më thënë për nxënësit më shumë. Se unë kom punu në shumë shkolla, sidomos vitin e parë. Qëllimi me hy në rrjedhat e arsimit edhe mi thonë vetit jam me punësu në mas krejt sakrificave studime. Kom punu në shumë shkolla. Kom pas kolektiv shumë gjerë në komunën sidomos në komunën e Rahovecit, pastaj kom punu në shkollën paralele amë të vlezërve Frashëri. Normal që përveç bagazhit aja është edhe një krenari e krejt asojna që ka arrit njëri me kriju për karakterin e vetë. Mirë po kemi respekt kur kthehemi, na mirëpresin si nxënësat ashtu edhe kolegët, kemi kontakte ende, kemi shumë respekt. Pra ku jemi të kontaktet, vazhdoni të ruani këto kontakte nëpërmjet rrjeteve sociale. Po, patjetër. Ato nga edhe rrugës derisa i shumë të ardhë, kishum biseda me kolegët atje. Sa bukur, domethënë nga andej shikojnë veprimtarinë tuaj, janë krenar me juve, ju pyesin, po. Edhe kur kemi nevojë dhone pys nuk vjen. Kemi kolegëve që kanë qenë arsimtar të dritonit, ata janë në mosh, kemi shumë respekt, po ashtu edhe fjalë të mira. Si erdhe te ky profil, si e zgjodhe këtë pjesë? Ishin rrethanat që ti të futeshe në studimet e larta, po si u përcaktove pikërisht për profilin që tani zotron? Normal, unë kam kryer në fakultetin e edukimit në Prizren, unë vin nga Suareka, nga një fshati Suarekës, është fshati vogël atje, edhe kushtet tona e kanë bërë që na, edhe nuk është që ka qenë diçka nënvlerësuese, po Prizreni ka qenë më afër edhe mundësia ka qenë më e mirë, kemi pas edhe atje familjar që më kanë përkrah më kanë bështet. Gjatë procesit studimeve. Gjatë procesit studimeve, vendbanimi, ato që kanë aftandash, kur nuk e mujt me shku në fshat atje se pak edhe larg, do të ke pas ven aty, kom pas edhe përkrahjen e familjarve, veçanërisht tezës, që e tha me shumë kënaqësi, edhe falenderoj shumë, do të më kanë përkrah 3 vite. Lind pyetja shkurte, kush nuk ka patur vështirësi gjatë studimeve? Unë e thash edhe më herët kur bisedum, aja prej krejt sakrificave, kushtëve të vështira që se cili studenti has këto, tendenca me hynë sistemin e arsimit, me u punësu, me i bë krenar prind, me pas edhe vetat në ndjenjen që tash unë jam edhe kom arrit dikont, dita kur e kemi hap shkollën shqipe këtu ka qenë edhe shumë herë më emocionuese, më madhe, nuk e di, më duke vetja para fëmijëve aty sikur çka kemi bën na, ishin fytyrat e fëmijëve, pastaj edhe prind ishin shumë të kënaqur që kemi arrit me bë shkollën shqipe, me kriju do të me bë klasën. Ju jeni një çift i ri, por natyrisht në këtë pjesë të rëndësishme të jetës suaj, ju arrini një kulminacion do thoje të karrierës suaj, sepse jeni themelues të një shkolle shqipe në diasporë, në rastin konkret në Gjermani. Po, kjo e ban shumë të veçantë krejt suksesin e studimeve, të punës që e kemi pas në Kosovë, dritoni ka qenë edhe ma i angazhuar se unë, neve na mbën pak mbrapa pushimet e fëmija e këto, po prej krejt ati bagazhi që e kemi pas me vete dhe sa dhe përcjellim të fëmijët, do të qoftë historia jonë, qoftë se askush edhe nxënësave ju tham se cili prind që ka ardhur këtu e ka mbrapa vetes një histori. Ishte një shpagim
i ati mundimit themelimi i shkollës shqipe na Frashëri ishte një shpagim i asaj sakrifice që të lësh komoditetin si një arsimtare, të lësh rrethin, të lësh vendlindjen dhe të vish së bashku me familjen në emigracion? Në fillim e shohish, e vrejnë, e ndjen ata, unë nuk kam shumë gjatë këto. Është një sakrifis, gjithsesi të lësh vendin dhe të vish një vend tuaj. Për mu pak ma let ka qenë që nuk unë pas shumë vështërsi në më shoqëru, më socializu, shkaku që nuk e din gjermanishtën, fillojshe me anglishtën dhe e kryshe ato që ka kishe. Mirë po, fakti që nuk më ra shumë gjatë, derisa u adaptova me gjuhën, me kursët, fillova edhe të kërku puna aty ku më përshtatët diçka, ku më përshtatët edhe shkaku i fëmive, shumë bukur. Me përshtat ata, se gjithmonë njëri kërkan ata që ka të përshtatët. Në momentin që kemi mbajt mbledhjen e parë me prindër të shkollës shqipe, u formu numri, e mbajtu mbledhjen, ishin prezente dhe konsulata, pre aty momentit e ki ndje vetën ma shqiptar ku do që del në Shëndarf ose në cilin do qytet. Do thot, ku do që del e ki rrethin tanë, e ki komunitetin edhe besom, ka këta muj që ma nuk e ndjej vetën, keme kënë del me pi kafe, keme kënë bënd telefonata shqip, nuk është, tash nuk e vrej ma atë ndjesi. Pra është krijuar tash ma jo zona e komforti shpirtëror, qoftë të pakta në për të rimbushur bateritë e shpirtit në aspektin e detar. Fakt. Cili është mesazhi juaj për në fund për të gjithë prindërit këtu që nuk i kanë sjell ende fëmijët e tyre në shkollë? Unë vetëm kisha pas dëshirë me ju thonë të gjithë prindërve që nuk i kanë sjellë dhe hezitojnë mi sjellë, se të gjithë e dim që të gjithë i kemi fëmijët që janë të inkuadruar qoftë në sporte ose dikun tjetër. Edhe të mos lihet në atë vendimin që e premtja për fëmijën tam është në tenis, është në futbol, është në handball ose diku tjetër. Me qenë primare, me qenë të prind, për fëmijët është e vështirë mu adaptu. Ka pas fëmijë që ju ka dash 3-4 orë, po nuk ka qenë problemi me u adaptu, ke problemi deri e gjetë një shok që një shak shqip me fol me najt, se normal që ata minuta kanë me fol shqip. Po thjesht me qenë primare për prind, prindi mja ditë rëndësinë e shkollës, se fëmijë është fëmijë, ku do që e ka qefin, i dimët futbolli me lanë se nuk e din se sa është rëndësia. Unë edhe në nxënësve ju tham aty që mos me ndoni që është vetëm aja ta dini gjuhën shqipe, po thjesht në të ardhmen kanë me pas kënaqësinë kur shkojnë në Kosovë, se gjithmonë i manë i largon faktit që nuk kanë komunikim. Ngurojnë me folë se nuk po di me thonë fjallën. Edhe kjo koha që tash e mbajnë për 2-3 orë shqip, besa që sa ju ndihmon edhe tash të gjithë flasin shqip. E njën vetën shumë të sigurt se lexojnë shqip, flasin shqip, ndëgjojnë shqip. Gjithmonë e kanë edhe pjesën e leximit me ju ushtru fjalë. Fëmija mundet me ngurru, edhe orën e parë, edhe orën e dytë, mos me një vetin mirë se nuk po kupton, nuk po din me i thanë fjalë të mirë ose diçka, me qenë prindrit shtytës që ata me marë pjesë në mësimin plotësus shqip. Urojmë që në të ardhmen edhe me qenë pjesë e procesit mësimor, mësimi plotësus në gjuhën shqipe për komunitetin tonë, është për shumë komunitete tjera, mirë po uroj që të merret një vendim sa ma shpejt që t'jetë pjesë e mësimit plotësos, se pastaj bëhet edhe më i rregullt. Bravo. Atëherë bëhet edhe më i rregullt procesi mësimor. Pra në listën e prioriteteve të prindërve duhet të jetë fillimi shkolla dhe pastaj pasionet apo hobet të tjera, qoftë për sportin apo qoftë edhe siç është edhe do thoja. Ne jemi mundu me kërkesën e prindërve e kemi vendosur, shkollat tjera punojnë edhe të mërkurëve, ashtu që ju ka përshtat edhe është tjetra që cilën ditë po ta lirojnë shkollën, edhe këtu qëndron problemi. Jeni të kushtëzuar. Jeni të kushtëzuar me mbajt, na kemi pas fatin që e premtja na ka përshtat, ka qenë edhe kërkesë e prindërve që me qenë ditë e premte, se procesi mësimor është deri në 12 ditën e premte dhe pastaj pasditja është e lirë. Tek ky kapitull i bisedës son, i nderuar drejton, do flasim për drejton Krasniqin, origjina juaj, nga është, ku bët
shkollën fillore, të mesme, studimet, na trego pak a shumë për këtë pjesë të bisedës sonë. Mirë, unë se jam lindur, jam rritur realisht, shkollën fillore e kam kryer në Drënavs, komunën e Ravecit, deri në klasën e 8. Pas klasës 8, kam shku në Prizren, në gjimnazin Gjon Buzuk, shkollën e mesme kam përfunduar, ndërsa kam bë vazhdimin e studimeve në shkencat të fakultetin e edukimit në Prizren, kimi dhe fizik. Kam përfundu vitin 2008 në 24 nëntor. Gjatë studimeve, rrethi shoqëria juaj ka qenë vetëm nga rajoni i Prizrenit apo ka patur edhe nga rajonet tjera të Kosovës që kanë ardhur për studime në Prizren? Jo, ka pasur edhe nga rajonet tjera, më së shumti ka pas nga Prizreni dhe Soareka. Kam pasur edhe nga komuna Ravecit, po në drejtimin tim, ku kam vazhduar si shkencë, duke ditur pak që shkenca është më të vërtet e vështirë të studiohet, duhet punë, jashtëzakonisht shumë, kështu që në drejtimin tim, unë ku i kom viju studimet, kam pasur vetëm një koleg nga ana komuna e Ravecit. Kështu që nga treve tjera, nga Soareka më shumë dhe Prizreni kemi pasur. Kohët e fundit apo viteve të fundit të jepet përshtypja se diplomimi i ngjante më shumë të rinjve që do të shkojnë të mbarojnë ushtrinë. Të shkojnë të kalojnë atë fazë si patjetër, i mbaruan fakultetin dhe pastaj shkuan edhe në pjesa të tjera të titujve, siç është për master e kështu me radhë, për të zënë një vend pune. Si do ta vlerësojmë këtë fenomen ku kemi shumë kuadro, shumë pak punësim, edhe ato punësimin do të thoja ndoshta shpeshherë nga familjarizma apo politika ditore, kështu me radhë. Unë kisha thonë në atë pjesën e ushtrisë, sepse jam gjenerat e re, edhe nuk muj me saksu këtë pjesën e ushtrisë. Realisht, unë kisha thonë që mas një planifikimi mirë i shtetit, realisht ka ardhur deri të prodhimi shumë gjeneratave të reja, të diplomuar, edhe mundësia e punësimit të gjeneratave të reja të diplomuar kanë bë vazhdimin e studimeve master. Unë për mendimin tim, kështu realisht po flas prej vitit 2012 tutje, sistemi arsimor, domethënë duke u krijuar edhe kolegje private, duke krijuar edhe shumë mundësi tjera të devijimit, mos tan devijimit, po mundësisë rinis me u studiu realisht, mirë po ka ardhur edhe deri te rënia e cilësisë edhe pjesa e mos mundësisë punësimit edhe ka ardhur deri te rritja e studentëve të shkojnë të studiojnë masterin, të studiojnë doktoraturën realisht, po mos mungesa e realisht trek pune. Për shkak trek pune mos të kenë edhe përvojë pune. Realisht në shtetet perëndimore është sistem ndryshe. Cili është sistemi ndryshe? Diploman një person, e kryen çështjen praktike, masanje shkon në studime master ose doktorat. Në Kosovë, sistemi arsimor realisht nuk është plan. Kemi edhe plus kësi raste kam dëgjuar për shembull që nga Kosova me master të zënë për juridik apo ndonjë profesion tjetër që kemi shumë juriste, dhe më thënë shkojnë edhe bëjnë një shkollë profesionale të zënë për murator në Sloveni, e cila dhe më thënë diplom e një kursi profesional një vjeçara ku digjon, dhe më thënë ka një peshë më të madhe në tregun evropian të punësimit. Kjo është fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi më të vërtet po flas për rinin, sepse mos një plan edhe njerë precitoj i saktësuar për profilet që cilat kërkohet në tregun. Domethënë kjo është se rinia nuk mundën me u perceptu ose me u saksu për cilë drejtime kërkon tregu i punës. Masandej diplomojnë rinia, nuk mundën me gjetë vetën realisht në Kosovë, orientohen në drejtimet e ndryshme, sikur që citova se e cek e ti, domethënë e lajnë drejtimin e juridikut, shkojnë e marrin një diplom të moratorit, edhe marrin një vizë, shkojnë në shtetet perëndimore, punojnë, edhe pse ka studiuar 4 vite atje, komplet diploma nuk i vlen, realisht shkon punon si morator. Kjo është një fatkeqësi shtetërore realisht. Nuk është fatkeqësi e rinisë, mirë po është mos një koordinim i mirë i politikës së qeverisë, më thamë, ose sistemit arsimor komplet në Kosovë. Thatë që keni diku 16 vite përvojë në arsim në Kosovë.
Nëse do ktheheshit para 16 viteve, apo edhe në pjesën kur keni filluar të studimit, çfarë do të ndryshonte në këndvështrimin tuaj, qoftë për të përfshirë me ndonjë profesion tjetër, do e zgjidhni përsëri këtë gjë që e keni bërë për 16 vite? Unë prapë do ta zgjidhja profesionin si mësimdhënës, sepse e bëj me dashuri jashtëzakonisht të madhe, edhe shoh veten që e kam gjetë veten të fëmijët, sepse fëmijët janë e ardhmja që ne duhet t'ia trasojmë rrugën më të vërtetë fëmijës, t'ia tregojmë se cila është e ardhmja e tyre e duhur. Kështu që ky profesion si mësimdhënës nuk është vetëm profesion, por është edhe mision që të qohet përpara. Dhe në fund, çfarë do kishit ndryshuar në metodikën apo në mënyrën e të organizuarit të një shkolle shqipe këtu në diasporë? Këtu kisha menduar realisht për me ndryshu sa më shumë komuniteti shqiptar të jetë më aktiv, të sjell fëmijët e tyre sa më shumë në shkollat shqipe, sepse është për të mirën e tyre, është për të mirën e fëmijës e tyre, sepse fëmija e tyre njihet me prejardhjen e tyre, me identitetin e tyre, përveç identitetit e tyre, njihet realisht kur të shkon në Kosovë ose Shqipëri, mundet me ditë që mësuesi ma ka tregu një vend historik, po marë si shembull Shqipërinë, vendin ku e është ngrit flamuri në Vlorë, Ismaj Qemajli, për ndryshe mundet me cek edhe në Kosovë, vende kemi jashtëzakonisht në lidhja e Prizrenit, e shumë vende tjera që ja vlen, ose sakrifica e fundit jashareve. Dhe me thënë, këtu vjen deri të njohuria e hapave të parë të fëmijëve, mërgjimtar, që të ndjen krenar dhe të mësojnë, se shumica e fëmijëve, më të vërtet, nuk e din historinë e shqiptarëve të Kosovës edhe Shqipërisë. Duke rritur këtu, duke zhvilluar të gjitha aktivitetet këtu, dhe mungesa e informimit e bën ata që vinë në Kosovë si vizit, mirë po nuk i din gjërat ose monumentet ose sakrificat që është bë thjesht për atë shtet. E ne po mundohem në këtë shtet, në këtë realisht në Gjermani ose konkretisht në Shëndarf që kemi hapur shkollën, me interpretu dhe me ju tregu fëmijëve që më të vërtet është i bën një sakrificë, është bën një mund i madh dhe të mësohemi të realisht të dim për kulturën dhe identitetin tonë. Faleminderit shumë për ardhmën tuaj në studio. Edhe një lutje për prindrit, së fundi ju kisha lut prindit në gjithësi, në Shëndarf, ose kudo që janë në shtetet perëndimore, aty ku janë shkollat shqipe të formuara, t'i sjellin fëmijët në shkollë, sepse është jashtëzakonisht e mirë dhe është për të mirën e fëmijëve të tyre. Natyrisht. Ju kisha lutur me sinqeritetin më të madh. I bajnë nder më shumë vete se sa neve. Besoj se me të vërtet janë fatëlum të gjithë komuniteti që juve si çift ju kanë pjesë të tyre, sepse ju po jepni maksimumin për të mbjellur të ta gjuhën e bukur shqipe, kulturën shqipe, historinë shqipe. Prandaj faleminderit shumë që ju gjetët kohë dhe që erdhët në këtë edicion, duke ju dëshiruar nga zemra suksese. Ju garantoj që në çdo aktivitet tuaj ne do t'ju përcjellim dhe do t'ju krijojmë edhe hapësira promovuese televizive. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për hapësirën që na krijuat dhe mbështetjen që po na jepni në këtë edicion. Shumë faleminderit, respekt. Të dashur teleshikues, këtu e përfundojmë këtë edicion, deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim.